Bëjmë gati valixhen të shkojmë në Londër. Do ikim për një fundjavë në Londër që thoni, të shkojmë tek kushëriri im, edhe djalit të takoj kushëritë e tija, që të lozin së bashku. Do shkojmë siç u thash për 2 ditë, edhe mora një 2 palë rroba për vete, edhe një 5-6 palë për djalin, se fëmijët mund të lagen, mund të bëhen pisë me baltra me njërin me tjetrën, edhe më mirë të na tepërojnë se sa të na mungojnë. Kjo është motuaj me që them gjithmonë. Këtu po përgatit edhe pijamet që ti marr me vete. I hekurosha një çik, sado që në valixh do bëhen prapë, mos e pyesni. Edhe neve do shkojmë me tren tani. Në Londër unë kam jetuar për 4 vjet, kur kisha ardhur në fillim në Angli, do me thënë e di Londrën e anë mbanë, se punoja në qendër, jetoja në zonën 3, në Londër edhe punoja të zona 1, edhe tani do shkojmë trenin ale atje ku punoja unë, edhe kuptohet që kam kohë që nuk kam shkuar tani, edhe më ka munguar e gjithë kjo, më ka munguar ta vizitoj, jo të jetoj në Londër. Nuk besoj se për me fëmijë tani është aq e lehtë të jetosh në Londër, po nejse, po shkojmë për vizitë. Gati është valixha. Ciao.